është një aksion I cili I ngjason lënies mandateve, është pak më e zbutur, po themi, si pra nuk është aq e ekstreme si vendim, por nga ana tjetër I ngjason vendimit të marrë nga kryetari I asaj kohe, zoti Lulzim Basha, për të lënë mandatet Partia Demokratike. Dhe këto e ka treguar historia që nuk është se prodhojnë rezultat politik, dhe më duket sikur opozita don të fshihet mbas gishtit dhe atë humbjen e vet dhe disfatën e vet don t'ja faturojë gjatë gjithë kohës autokracisë, këtyre termave, pra fakti që Partia Socialiste po e mban me mënyra jo demokratike pushtetin, por nga ana tjetër nuk kthen vëmendjen tek vetja që ore çfarë po çalon me opozitën sot. Pse nisën aksionet para zgjedhjeve të 11 majit dhe u ndërpren ato aksione që presupozoi dhe dëgjuar një lloj shprehje që mund të sillnin rotacionin politik. Pra jemi te kjo që se sa të fajsojmë gjatë gjithë kohës, po themi majorancën dhe Partinë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama më konkretisht, se janë të implikuar në këto gjëra dhe të përpiqemi të kapemi mbas çështjeve që nuk na shërbejnë, sepse edhe rasti I zonjës Balluku nuk I shërben opozitës. Absolutisht jo. I shërben qytetarit, I shërben drejtësisë, I shërben procesit integrimit, mund të shërbejë çfarë do lloj gjëje tjetër, por jo opozitës. Pra, ata kanë nevojë për të ndruar PR-in e partisë tyre, ose për të kontraktuar ndoshta këshilltarët mirëfillt se si të fitojnë zgjedhjet. E qartë. Arsita, me të gjitha rastet që kanë ndodhur tashmë që SPAK po heton pra brenda Partisë Socialiste dhe jo vetëm duke marrë këtu zotin Veliaj, zonjën Balluku, pse tashmë SPAK po perceptohet gjithnjëherë më shumë si një faktor politik në vetvete, pra me ndikim të drejtë për drejtë në të gjithë rrjedhën e zhvillimeve qeveritare, por edhe të opozitës? Po sepse implikimi dhe I zyrtarëve të lartë dhe hetimi I zyrtarëve të lartë automatikisht afekton politikën. Pa marrë në konsiderat deklaratën e zotit Dumani, kur ai raportoi në komisionin parlamentar përballë deputetëve dhe ku ngritën shumë pyetje për të, dhe patjetër dhe për instancat e tjera të drejtësisë, ku pyetja ishte që si do tjetë rrjedha e drejtësisë tashmë dhe I një farë mënyre zoti Dumani pranoi që ka ndikim politika tek drejtësia akoma dhe në këto momente që flasim, dhe jo vetëm politika, dhe krimi organizuar dhe struktura të tjera që mbase mund të ndikojnë direkt apo indirekt politikën, drejtësinë në një farë mënyre për të implikuar pastaj çështje politike në këtë. Dhe këtu nuk janë edhe aq largësisht të ndara, pra çështja e drejtësisë dhe çështja e politikës, duke marrë në konsiderat që si një vend I Unionit, pra që aderojmë për të bërë pjesë e Unionit, dhe si një vend që jemi europian dashës dhe e duam një farë mënyrë të jemi pjesë e Unionit Bashkuar, ne do të marrim parasysh dhe kostot që do të sjellë procesi negocimit. Të gjithë vendet që kanë aderuar kanë patur kosto politike dhe vende si Kroacia, Rumania dhe shumë vende të tjera që kanë aderuar dhe kanë patur probleme të theksuara me korrupsionin, krimin organizuar, ngërçet institucionale, politikanë të implikuar në afera apo në tendera, të cilët indirekt janë implikuar apo direkt janë implikuar, ka treguar koha që duhet kryhen këto lloj procesesh, këto lloj hetimesh, duhet të ketë një rezultat efektiv, pra që t'japi produkt reforma në drejtësi, duhet ketë procese që janë efikase dhe që Bashkimi Evropian japin iden që ky vend po përparon sa I takon luftës ndaj korrupsionit dhe krimit organizuar, që janë dy kapituj më të rëndësishëm të negocimit të BE-s dhe ishte klasteri I parë I negocimit që ne kemi hapur me Bashkimin Evropian. Kështu që të ndodhur në këto rrethana është e pamundur që ta shikojmë drejtësinë të ndarë nga politika, sepse ky është vetëm fillimi I kësaj reforme, e cila duket sikur po jep shenjat e para të jetës dhe të funksionimit, pavarësisht se ka patur një mendësi të unifikuar gati që reforma në drejtësi ka dështuar, nuk e besoj që reforma në drejtësi ka dështuar, ka pasur vështirësitë e veta për t'u implikuar, sepse dhe kreu I SPAK e tha që nuk është terren I lehtë të operosh në Shqipëri për çështje të drejtësisë. Kështu që jemi në këtë pikë që detyrimisht do të afektohet dhe politika.
E qartë. Arsida, nga ana tjetër, pyetja e fundit për ta mbyllur këtë çështje, sa të besueshme e sheh se në opinionin publik tashmë po flitet edhe për fundin e një epoke pra brenda Partisë Socialiste, ku disa figura të rëndësishme mund të bien njëra pas tjetrës. Atëherë, kjo në politika, apo në shkenca politike ne mund ta trajtojmë atë efektin domino, që do të thotë hapja e një çështje mund të çojë në efekt të një pas njëshëm të rënies së zinxhirëve të tjerë. Pra njëra hallk bën rënien e të gjithë zinxhirit. Por dhe në rastet kur ne flasim për implikime reale, pra nuk kemi çështje konkrete, pra nuk kemi duke folur sot dhe për zonjën Balluku, po flasim për po themi një farë mënyre në pa të dhëna të drejtë për drejta edhe të dhëna konkrete. Jemi duke folur në rrethanat e asaj që është thritur dhe akoma është e paqartë se cilat do të jenë akuzat apo për çfarë do tetohet dhe si do të shkojë çështja. Kështu që për aq kohë sa jemi në këto rrethana nuk e dim nëse kjo do të prodhojë efekt zinxhir. Ne kemi një rast dhe gjithmonë kur analizojmë politikën shikojmë rastet. Dhe janë të vetmet që na japin dhëna empirike, dhëna që mund të jenë faktike. Edhe rasti është zoti Veliaj. Rasti i zotit Veliaj tregoi që ishin dhe shumë drejtorë të cilët ranë në një farë mënyre në këtë çështje dhe zbardhën ngjarjen për të shkuar tek kreu dhe tek drejtuesi i Bashkisë Tiranës. Pra, a është ky rasti i ngjashëm? Ne kemi parë që edhe disa zyrtarë të tjerë, të cilët dhe drejtorë të ministrisë si infrastrukturës apo të tjerë bashkëpunëtorë të zonjës Balluku janë thritur, por a do të prodhojë kjo efekt zinxhir kur flasim për individ që janë drejtues të nivelit të lartë, nuk flasim për nivel drejtori apo drejtorit të përgjithshëm, pra funksionar. Por ne po flasim që a do të çojë kjo në efekt zinxhir të niveleve të larta. Sepse qeverisjen dhe nivelin e qeverisjes e afekton në momentin kur cënohen individ që mbajnë peshë të lartë politike dhe që janë drejtues të qeverisë. Kështu që do ta shikojmë nëse kjo do ta prodhojë efektin zinxhir dhe nëse ka implikime të tjera që ka qenë goxha e vështirë për të shkuar në degëzimet dhe në rrënjët e çështjes në këto raste, sepse e dim që patjetër mund të ketë edhe interferime, ndërhyrje apo ndikime të tjera që nuk lejojnë që çështja të zbardhet në 100%-shin e vet, por le të themi që po bëhet një punë me efikasitet, me efektivitet dhe kryeministri Rama u prononcua që drejtësia le të bëjë punën e vet, të bëjë atë çfarë ka për të bërë dhe patjetër që edhe nëse kjo do të afektojë zyrtarë të qeverisë së tij, ai është gati për këtë reformë në drejtësi dhe kjo i shërben procesit integrimit dhe hapjes negociatave që ne kemi ndërmarrë si iniciativë dhe si nismë, si qeveri dhe si shtet. Qartë. Mirë, Arsida, një tjetër çështje është se kryeministri Edi Rama ka shpallur dhe mandatin e rritjes së përvitshme të pensioneve, duke premtuar këtu pra se çdo vit pensionet do të rriten me një formulë të re që kombinon bonusin dhe indeksimin. Por pyetja që shtrohet është se përtej këtyre shifrave nominale, sa realisht mund të ndihmojë kjo rritje pensionistët, pra duke pasur parasysh edhe çmimet e larta të cilat ata përballen, por edhe qërat e larta që ndodhen në të gjitha zonat. Atëherë, unë mendoj që impaktin e parë ka patur kjo politikë dhe kjo vendimmarrje e qeverisë për faktin që në këto zgjedhjet e pjesshme ne pam që grup mosha më pjesëmarrëse në zgjedhje ishte grup mosha e dytë dhe e tretë, pra mosha e tretë më së shumti, pra grup mosha e pensionistëve. Dhe patjetër që si politike ka patur impaktin e drejt për drejt tek ky target group dhe tek targeti i pensionistëve. Bonusi ka qenë real dhe bonusi është aplikuar që në vitin e shkuar me dy fasha, pra e para ka qenë e qershorit dhe e dyta ka qenë e dhjetorit dhe kjo ka qenë reale. Por duhet thënë që politikat e pensioneve dhe indeksimi i politikave të pensioneve është nga gjërat më të vështira në politikat sociale. Për faktin që në një farë mënyre nuk ka kthim të ardhurave, por ka dhënie të ardhurave dhe kjo në të gjithë politikat ekonomike afekton në mënyrë të drejtë për drejtë ekonominë e një vendi. Dhe jo për të qenë në krah të qeverisë apo për të thënë se
kryeministri ka të drejtë, por këtu në këtë pikë ka realisht të drejtë për një fakt, që është shumë e vështirë të rrisësh pensionet. Është një nga gjërat më të vështira kur nuk kemi, po themi rritje të shumë të madhe dhe galopante ndoshta të ekonomisë apo rritje të konsiderueshme të ekonomisë dhe GDP-së së një vendi. Dhe kur jemi në kushtet që Shqipëria nuk është se ka nivelin më të mirë të mundshëm të rritjes ekonomike, e kemi shumë vështirë dhe që të një farë mënyrë të aplikojmë indeksime të këtyre politikave që unë do t'i konsideroja politika ekonomike të ngurta. Pra të ngurta që do thotë nuk janë fluide, nuk prodhojnë kapital, nuk prodhojnë para. Dhe duke qenë kjo, atëherë jemi në pikën që është shumë e vështirë që të rriten pensionet. Por unë kam besimin që kjo do të jetë një masë reale, do të jetë një masë reale jo vetëm për pensionistët, por do të jetë edhe për grupet e marginalizuara, do të jetë për grupet në nevojë, për personat me aftësi të kufizuar, për njerëzit që janë në kemp, për njerëzit që ka nevojë për suport social dhe të vendosim një minimum jetik, të vendosim pagat mesatare dhe minimale në ato standarde që i kërkon dhe Bashkimi Evropian, jo për të qenë ne në lartësinë e vendeve më të zhvilluara brenda Unionit, si Gjermania, Franca, Holanda e tjerë, por nga ana tjetër ne duhet arrijmë një lloj standardi për publikun, për njerëzit dhe për të mbështetur me politika sociale të mirëfillta qytetarët. Jo për ta bërë këtë si fiktivitet, por këtë për ta bërë reale. Dhe unë gjykoj se në këtë pikë do të jetë reale, sepse është realizimi i standardeve që kërkon Bashkimi Evropian. Dhe mendoj që çdo masë që do të ndërmerret nga qeveria nga ky moment deri në 2027 do të jenë masa reale, pavarësisht kostos që kjo do të ketë. Pasojat dhe kostot do të ndjehen mbas hapjes negociatave dhe mbas procesit negocimit që ne do të bëjmë pjesë e Unionit. Dhe patjetër që pasojat dhe ekonomike do të ketë. Është do të ta trajtojmë si të duam, procesi i integrimit do të sjellë detyrimisht rrjedhoja dhe kostot e veta ekonomike për vendin. Mos flasim pastaj kur të kemi ndryshimin e monedhës që ajo do të sjellë kosto të tjera shumë të mëdha dhe do të kërkojë rritje të pagave, të pensioneve dhe patjetër edhe masa të tjera të politikave socio-ekonomike. Qartë, mirë, Arsita, për të mbyllur sepse tashmë jemi në fund, dhe rritja e pagës minimale pra në 500 euro mund të duket disi pozitive për gjithë, por a mund të shtyjë kjo bizneset e vogla drejt informalitetit edhe reduktimit të punonjësve nga ana tjetër? Edhe mund të ndodhë, por tashmë është ndërmarrë një aksion kundër informalitetit, e cila do të ketë besoj masa shumë të forta, sepse do të kërkohet një ndikim dhe një monitorim shumë i lartë i informalitetit që është kërkuar më parë, sepse ekonomia do të jetë e pamundur për ta përballuar në këto terma gjithë të masas ekonomike, sociale dhe politike që do të ndërmerren, por edhe të legjislacionit. Por jo